nëse do të ketë bombardime në Teheran, Iran, Jeruzalem dhe disa qytete të tjera. Ja ku jemi, Gjinishi është duke konsultuar ndërkohë me lajmet më të fundit nga website-et që ai lexon në arabisht, sepse Gjinishi duhet të thënë që ka mbaruar studimet në Libi. Do ta themi këtë gjë dhe flet arabishten njësoj si shqipen, dhe ky është një pasuri e madhe për këtë emision, që kemi Gjinishin i cili flet arabishten dhe që informohet, merr dhe pjesën tjetër së thua është informacionit, jo vetëm pjesën perëndimore dhe por edhe atë që thon pjesa tjetër. Ja ku jemi, deri në këtë moment duket qetësi, por lajmi është ky Gjinish. SBA do godas sonte me GBU 57 apo jo? Nuk e di Ledio, a ke një video që tani sa së fundmi ku tregon pikërisht, kam nisur një video ku tregon pikërisht këtë lloj bombe të tmerrshme që nuk e di sa thellë futet. Quhet GBU 57 që kanë vetëm amerikanët. E ke video ndoshta nga të fundi që të kam nisur tani në WhatsApp. Është kjo që po shohim Ledio apo është tjetër? Kjo që po shohim. Kjo që po shohim, bravo. Gjini shikoj çik vlla. Lere celularin sepse kemi dhe Eno që do na mbajë të updateuar nëpërmjet sajteve që ai shikon, X-in dhe të tjera, nëse ka ndonjë lajm të ri nga Trumpi. Ja, kjo është bomba e tmerrshme Gjini që po shohim ne, quhet GBU 57. Është bomba më e madhe që ekziston. Më e madhe që ekziston. Dhe vetëm amerikanët 13.6 ton. 13.6 ton. Nuk e di sa kushton prodhimi i kësaj. Do të jetë miliona apo? Fund që miliona shumë. Kyta. Gjinish, ky është lajmi që presin sot të gjithë. Për të mbajtur thelbin dhe pastaj për të marrë me detajet që s'do kemi kohë, po. Thelbi është ky, dita e 6 apo e 7 e luftës nuk ka rëndësi, o e 6 apo e 7. Numri të vrarëve nuk dihen, ka më shumë sipas informacioneve në Iran se sa në Izrael. Por Irani, sipas gjithë analistëve që kam dëgjuar deri tani, nuk e di se shtot pjesa tjetër do na i thuash ti, ka pësuar më shumë dëme se sa Izraeli. Pra Izraeli në mënyrë duket që është në ofensiv. Por ajo që na intereson Gjinish është, ne nuk do kemi shansin apo jo ta kapim bombardimin e amerikanëve, pra të SBA-s, nëse ai do vendosë ta bëj, mbasi kjo ndodhi gjatë natës, mbasi s'do ndodhi fare. Po të paktën ne po e paraprim me një pyetje atje poshtë që të gjithë ju që na shikoni në këtë moment mund të shkruani te 068 20 02 868 dhe jepni opinionin tuaj ose infon nëse keni që na shikoni nga gjithë bota, kudo që ndodheni dhe që flisni shqip. Si mendon Gjinish? A do marri këtë vendim Trumpi apo jo? Është shumë afër. Tani sapo ka patur një komunikim me median presidenti Trump, i cili pritet që pas një ore të mbledhë Këshillin e Sigurisë në Shtëpinë e Bardhë, Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe siç bën gjithmonë presidenti Trump në këto daljet evazive, thotë jemi të gatshëm për çdo lloj skenari, kemi të gatshëm edhe skenarin pas rënies së regjimit, por porta është e hapur për vazhdimin e negociatave nëse Irani heq dorë nga gjërat. Ndërkohë duhet të thonë që pati dhe një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë pas ardhes së presidentit Trump në takimin e G7-s nga Kanadaja, dhe në atë mbledhje nuk u mor asnjë vendim për shkak të mungesës një dakordësie midis këshilltarëve të Shtëpisë së Bardhë. Duhet të thonë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë njëra pjesë e këtij imazhi politik ndërkombëtar mbi qëndrimin që mbahet ndaj konfliktit, por kemi edhe pjesën tjetër. Për shembull, ministri i jashtëm francez para pak minutash deklaronte që zgjidhja, ndërhyrja ushtarake, zgjidhja e gabuar, që nuk duhet bërë. Francezët atë pozicion kanë mbajtur gjithë jetën. Francezët, edhe tani Macron kishte ngarkuar ministrin e jashtëm francez, i cili ndërhyj të marrë një iniciativë për të ulur palën në bisedime. Megjithatë, e di pse them ta lëm më janë Franca, se Franca ka vite që me Macronin vetëm po regreson. Është vërtet. Do të trosh mopetin nuk e pierd njerëz. Është vërtet. Ta themi këtë gjë. Është vërtet. Unë që i ndjek gjatë gjithë kohës e di që janë në situata më të rëndë që kanë qenë ndonjëherë. Mirë. Atëherë, para se të vim tek SBA do godas apo jo, sepse kjo është një pyetje shumë e vështirë. Ne përgjigje nuk do të themi dot më. Do themi cilat janë skenarët nëse godet, nëse se godet. Marrim konsiderat çfarë do ndodhi nëse godet. Skenari nëse godet me këtë bombën po themi, me këtë të tmerrshëm. Nëse godet me këtë. Çfarë është? Bëhet fjalë për 3 centrale. Shiko, se pak është thënë. Ne themi 2-3 centrale bërthamore Irani. Irani ka 21 njësi bërthamore. 21 njësi bërthamore. Jo të gjitha. Po kjo Fordo do të jetë një nga më të rëndësishmet. 3 janë çani. Është Natanza, cilën e folëm dhe javën që shkoi. Natanza është qytet, është në Ukrainë. Ai që u godit. Por u godit vetëm pjesa eksperimentale, se janë 2 te Natanza. Një është mbi sipërfaqe dhe merret me eksperimentet bërthamore, dhe pjesa tjetër po ty Natanza është futur në tokë. Është Natanza, është kjo Fordo,
Dhe kjo është pjesa më aty ku janë, si thua, janë përqendruar gjitha. Thonë që kjo është e thellë rreth 1000 metra poshtë. Jo, nuk është 1000, është pak më pak. Rreth 1000 metra. 800 më thanë, diçka e tillë. 850, 1000, po kush e di saktë atë histori. Dhe është Asfahani. Ta komentojmë çitë breshkën se kjo zot na iki. Ledio, aman më bor, hape çitë madhe. Shqipëria bëhet gati për luftë, kush e futi këtë? Çisa perlësh kjo, aman më eno shikohen çitë breshkën më. Shqipëria bëhet gati për luftë, shikohet çi bresh dhe dy plumba sipër breshkës. Shiko, ambasador. Nuk e di kush e ka bërë këtë më përbosh një perlë, e kupton. Të do të jenë plumbat Ma nisën sot. Vlla. Plumbat e Gramsci janë këto apo të Poliçanit? Nuk e di se të kujt janë, po ideja është brillante, kupton, është brillante. Mirë, meqense jemi këtu, nëse m'lejon të bëj koment Çanin. Shkurt fare se do të kalojmë prapë. Shikoj ambasadoren izraelit, Breshka Ninja, po. Po shikoj ambasadorin e Izraelit në Shqipërisë, e cila midis tjerave tha që po Shqipëria mund të jetë objektiv i Izraelit. Tash kjo është përhapje paniku kot. Shqipëria e kemi dhe ne atje, e kemi. Totalisht jashtë këtij konflikti, nuk ka asnjë arsye dhe Irani nuk i ka mundësi mos pi djegësh etapat. Do të pyesum për atë se kemi ja 300, jo po kemi 300 mujahedin. Po ti marrim me radhë. Sa? 4000 calla. 4000 calla. Të lutem, po nuk dua ndërpres, kërkojnë ndjes, po duhet i vëmë me radhë. Mirë. E para një herë të merrem me këtë. Skenarin nëse Trump sot vendos godasin. Po. Ç'a ndodh? Çfarë është GBU-ja? E para një herë që sipas gjithë analizave është e pamjaftueshme GBU 57B-ja, e cila është bomba më e madhe që ekziston. Është një bombë 13.6 ton shumë. Me leje pra ndërprerje. Po. Trump sapo, lajmi i fundit. Nuk ka armë pushim. Duan fitore absolute kundër Iranit. Fitore është që Irani mos ketë bombën. Po. Pra, po bëhet gati goditja. Unë kështu e kuptoj. Po. Është një lloj si deklaratat, nëse do të bëj një kundërpërgjigje. Duke pas parasysh natyrën e presidentit Trump. Është një lloj Kersteimer. Si sapo, lajmi i fundit. Në do pritër sot, vlla, s'ke ç'bën. Pa problem fare. Se sot nuk është më shumë lajm se analizë. Patjetër. Kështu të lutem, mos u mërzit sot, Jo, fare. Gjinish. Kërkoj ndjes. S'ka lidhje me ty as me mua. Të lutem, jo. Nga ndonjëherë që ndjekim çfarë po ndodh. Ka ndonjëherë ka aktualitete që nuk na lën të analizojmë. Ja më të rëndësishme ato sa analizat tona, fundi fare më. Sapo, e fundit fare, lajmi i fundit, ej. Tani, një sekondë Gjinish ta lexoj. vazhdo. Patjetër. Pra pasi Trumpi tha këtë, ta lexoj edhe një herë Trumpin. Për njerëzit që vinë tani. Jemi live, ora në këtë moment është 22:16 minuta. Kështu të gjithë ju që jeni duke na parë pa merak, rini këtu me ne, siç jeni gjithmonë, jeni të shumë që përshifni në YouTube ndërkohë përveç në ekran. Jeni pafund. Trumpi ka thënë, nuk ka armë pushim, duan fitore absolute kundër Iranit. Fitore është që Irani mos ketë bombën bërthamore. Tani, në të njëjtën kohë Gjinish, zonja Zotrinj. Keir Starmer, që është kryeministri i Britanisë Madhe, e vë kabinetin e Mbretërisë së Bashkuar në gatishmëri për një sulm të mundshëm të SBA-s ndaj Iranit pas takimit urgjent që pritet. Të Kobras, Kobra kush është? Cobra VSFT. Mund ma thuash domethënë Kobra? Se miqë me nis, po të paktën më thuaj ç'është Kobra. Perë, se më pëlqen shumë kjo fjalë, kupton? Pas takimit urgjent në Iranit, pas takimit urgjent të Kobras. Kobra duhet të jetë ndonjë gjë këtu, ndonjë instancë e lartë në Angli, në Britaninë e Madhe. E vërteta është kjo, përtej kësaj. Po, pra, takim, po. Të gjithë kancelarit e mëdha, shtetet fuqishme po lëvizin. Je i madh, vazhdo më furnizon me kështu lajme. Dhe duket që kemi një intensitet shumë të lartë të lëvizjeve në kancelarit e mëdha diplomatike në fuqitë e mëdha sigurisht. Jepi Gjinish, po të ndihmoj me lajme. Tani kush është historia? E zëm se godet sonte. E zëm se godet. Për çfarë do godasi? Për dy gjëra. Të godasi Fordon. Po pra, për dy gjëra. Ajo është e para. Qartë. Aty janë përqendruar gjitha forcat. Me GBU 57. Për të shkatruar impjantin që Iranit mos ketë mundësi prodhimin e armës bërthamore dhe faza 2 të lojës, rrëzimi i regjimit. Tani. Tjetër gjë ajo, po para një herë të heqi këtë, po. Pjesa e parë. Skenari, na shpjegon skenarin nëse godet. Po pra, e para sa kemi mundësi ta realizojmë, pastaj nëse godet, se që të godasi nuk është. Ka mundësi amerikanë ta realizojnë goditjen? Ta realizojë dhe ta ekzekutojë Fordon. Se ti mendon që amerikanët kanë vështirë ta bëjnë? Jo, e bëjnë, po e arrin apo se arrin pastaj efikasitetin. Kjo është problemi. Nuk është çështje që godet apo s'godet. Puna është godet, pastaj arrin apo s'arrin, është histori tjetër. Po.
Atëherë, me qenë se do një përgjigje kështu shpejt, jemi më afër post se sa jos. Jemi më afër goditjes se sa jo goditjes. Të paktën me deklaratat që janë bërë. Po, sepse thash ka një intensitet zhvillime të jashtëzakonshme. Tani, nëse do më lejosh themi 2-3 gjëra, çani teknike, për të thënë Kobra, emri plot në shqip është Salla informimit të zyrës kabinetit A. Kobra në Mbretërinë e Bashkuar është takim emergjencë qeveritar për kriza kombëtare. Është një gjë që do bën Trumpi këto pas një ore në shtëpinë e Bardh. Vazhdojmë. Tani, centrali Fordo është më i vështirë nga gjithë sepse është brenda maleve. Domethënë ka një hyrje dhe vazhdohet brenda maleve, malet janë granit. Graniti është një material shumë i fortë. Që e rëndësishme është që është një 850 metra, ndoshta 1000 metra poshtë dhe nuk është pingull. Po është i futur majtas, djatas, dhe nuk e godet do të për të arrirë. Nëse do lëshosh këto bombat. Ka lidhje me këto pamje që po shohim? Jo. Nuk e dim tani. Ledio po na i tregon. Ledio çfarë janë këto? Ka lidhje me këtë që po themi jo? Po, për ato po flet. Kjo me këtë ka lidhje, po. Tu është Fordo? Kjo janë centrifugat që janë të futura thellë në mal. Në përmale, për ato po flet, për centrifugat në male. Pyet, hape që madhe Ledio këtë, ma bëçi për pak sekonda bëhesh të madhe, më lër vetëm mua me Gjinishin. Jo, po më lër dhe mua me Gjinishin nëse mundesh, po. Tani çani. Po Gjinish. 850 metra poshtë, nëse do përdoret bomba GBU 57B, e cila peshon 13.6 ton dhe mund të hapi një krater për 60 metrash, imagjinoni duhen më shumë se 10 bomba. Në qoftë se është pingull. Unë ju thash që nuk është pingull. Me pak fjalë që mos u lodh. Është kështu, e di, është me ti me kullën këtë. Me pak fjalë, domethënë, nuk ka asnjë shans që të shkatrohet impianti brenda. Por shite imazhin e GBU 57. Është bomba më e madhe që ekziston. Në qoftë se hyn. Por çfarë mund ndodhi çani? Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë sulm mund të shkatrojnë hyrjen në central. Që s'është pak. Hyrje. Po sa hyrje ka? Sa hyrje të tjera nuk e dim se hyrje mund. Pra me pak fjalë, në të gjitha rastet, edhe duke përdorur këtë bombë GBU 57, e cila është bomba, si thua, arma e fundit mund të godasi, nuk ka shans që nëpërmjet ndërhyrjes ajrore të shkatrohen totalisht aftësitë nukleare atomike të Iranit. Por, edhe me kaq sa ka bërë vetë Izraeli, ka bërë dëmtime plot. Dhe ju folët pak më herët mbi balancën e dëmeve. Patjetër që Izraeli ka bërë dëme shumë të mëdha se sa Iran. Në komente po flasim, lajmet janë që në Iran nuk ka më internet. Mossadi, po do të pyes pas pak PS, ka arritur të bëjë edhe këtë dëm. Mossadi bëri edhe një dëm tjetër para dite, domethënë pati një sulm kibernetik dje edhe sot dhe bankat dolën komplet jashtë sistemit, por edhe po rikthyen shumë shpejt. Tani, çfarë po ndodh me këtë, se për këtë po flitet gjatë gjithë kohës tan. GBU 57, çfarë po ndodh? Kjo transportohet vetëm me një lloj avioni B2, cilën e ka vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë po, të mendosh që gjërat po ndodhin kaq shpejt nuk është aq e saktë, çani. Gjërat kanë ecur, domethënë Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë patur një plan nën tavolinë gjatë kohës që ishin negociata. Pse? Sepse në bazën Diego Garcia, kanë shkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ku është baza Diego Garcia? Diego Garcia është në Oqeanin Indian. Në jug të Oqeanit Indian. Po edhe? Është në gjithë fare, është 5150 km larg. Qartë. Nga Irani. Pika më afërt që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë këtë municion. Po pra, ikën nga Kina? Morën atë ç'është ajo? Jo, këto s'kan të bëjnë me atë pjesë, domethënë. Bombat kanë ardhur direkt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, se për këtë po flasim, në Diego Garcia, në këtë ishullin që ndodhet. Tani, avionët B2 ka një aftësi fluturuese prej 9000 ca kilometrash. Kjo bazë është 5150 kilometra larg, që do të thotë i ka të gjitha mundësitë potenciale që ta përdori, me një furnizim në kthim të këtyre avionëve. Ndërkohë që ka çuar edhe disa bomba në Diego Garcia, edhe avionët për t'i hudhur, edhe disa bomba. Flitet që mund të ketë 6 avion B2, secili nga avionët transporton 2 bomba të tilla, që do thotë mund bëj me një fluturim mund bëj 12 goditje. Sakt Gjinishi më thonë në Diego Garcia janë vetëm avioni B2 e mban të BU 57, thotë. Po, pra, po ka 6 avion B2 që mund mbajnë. Amerikanët. Po, secili nga ato mban 2 bomba, që thotë 12 bomba me një fluturim të vetëm. Megjithatë, çështja është kjo, çani, a ka mundësi që nëpërmjet sulmeve ajrore, të cilat mund të jenë tmerrsisht të suksesshme Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kuptimin që mund kaloj se nuk është ndonjë arritje e madhe tash të kaloj aftësitë mbrojtëse kundërajrore të Iranit, sepse e bën çdo ditë Izraeli atë pjesë, aq sa e bën, po e bën, domethënë, edhe patjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë më shumë mundësi për ta realizuar. Çështja është, a do të arrijë me këto sulme
të eliminoj aftësitë bërthamore të Iranit, të shkatroj centralet, është e pamundur, Çani. Në të gjitha analizat që bëjnë ekspertët po flasin. Tani, çfarë do ndodhi? Dhe pse po e bën Shtetet e Bashkuara? Se e kishte B2. B2-shi. Po, përse një mal. Sa i bukur është më burr. Po. O gjeni shi qa perle është. Të tregojmë njerëzve se tani Ledios nuk dua ta ngarkoj Ledin e shkret sepse është shumë i kështu, po prit ta hap kështu shive që sa i bukur është ai. Prit, ta marr kështu shive. Sa i bukur është o gjenish. A? Si mund të bëjmë vepra arti të tilla, si ka mundësi. Janë ca momente ku vërtet njerëz dallojnë nga kafshët. Janë këta amerikanët që bëjnë këto gjëra dhe pastaj janë sigurisht izraelitët. Mund të jenë dhe izraelitët, pastaj amerikanët. Shumë si ka një të gjë është, shko çfarë perle. Si mund mos kesh respekt për këta, o gjinish. Me këta ke qef të vdesë, gjinish. Po njëri më i madh jemi. Dëgjoj për të kuptuar sepse dëgjoj që tani të fortën, gjinish, bedëroj pauzë, sepse ja vlen, për të kuptuar dëgjoj që këtë çfarë më vjen mesazh ndërkohë që ne themi për Zoti Çani mirë mbrëma thot, Trumpi në shtëpinë e bardhë ka ujë. Vlora është pa pikë ujë. Ajo breshka është nga Vlora dhe proteston për ujin. Kam qef të them, kujt i ruhet për Vlorën, o plak. Mbaruan zgjedhjet domi. Po kush pierdh për Vlorën? E para zgjedhjet mbaruan. A e votuat Ramsin e 4, Ramsin e Madh të 4. Mbani. Vazhdojmë gjinish. Kur vinë shumë mesazhet mua më kap një eksitimi papar. Edhe qajnë. Mirë. Sa fitoi e 10? 10 me 4? Sa fitojnë Vlora i? Aq sa s'ka fitu në herë. Tani. Kujt i ruhet për Vlorën, plak? Kujt? Aman më mba Morarian, mba e vetën mos lëshoj gjë tjerë Morarian, se jenë në ekran. Mba e pak vetën morbur, mba e vetën së të vjen turp morbur. Po mba e më vetën Morarian, bu serioz morbur. Imagjinot ke tishe ti drejtuesi shtëpisë bardhë. Kujt i ruhet për Vlorën, plak? E dëgjova më. Po flasim këtu, plak. E dëgjova më çfarë? Jeni mish për top, mor, jeni dhe jam qeni. Jeni handikapat të historisë, mor, me ju do tallën gjithë jetën. Ai Ramsi 4, i 5, i 6 do u shtypi kokën, jo pa ujë, do li pa gjë fare. Dhe ju prap do rini me kokulur, mor, se jeni gojima. Jeni gojima. Prandaj unë bëj këto emisione të shikoni se kush janë humanët e vërtet. Ata i duhen respektuar. Jeni gojima, mor. Asnjë respekt për ju, mor. Pa ujë fare të mbeteni. Allez vous faire foutre. Vazhdojmë gjinish. Po mendoja. Më kapi një kështu tani gjinish, kërkoj ndjes. Ishte një shpërthim im, ju kërkoj ndjes, ishte emocionale. Kam dhunë emocione. Edhe mua më erdhi një kështu Çani. Në fakt ishte aktrim i gjithi. Ja, si ky avioni në ekran. Pardon? Si ky avioni në ekran. Si ky avioni. Ti më thua për ujë në Vlorë. Ky është. Shikoj më mrekullohu këtu, çfarë ujë më? Rimër pa bukë, pa ujë. Bombardues. Shikoj këtu vlla. Shikoj dhe mendo. Mendo që jeta jote iku për lesh kot për dhjam qeni. Ton do të ishte tjetër gjë jeta jote. Ri atje dhe lutju Ramsit 4 të lejoj të jetoj, të jetosh, të marrësh frym, të të heqi dhe ajrin. Dakord? Dhe mirë ta bën të shtypi me këmbë. Goj. Për që si aktrim Bledio, isha mirë? Mirë ishte. Po doja mund të bëja dhe rolin tjetër. Gjinish më ka ardhi mesazh ku më thot Zoti Çani mirë brëma, Trumpi në shtëpinë e bardhë ka ujë. Vlora është pa pikë ujë. Ajo breshka është nga Vlora dhe proteston për ujin. Amër gjinish, si ka mundësi që janë këto padrejtësi më burr. Gjuna më vlonjate shkret më kanë bet pa ujë, po shkusur kanë ata. Zoti kryeminist, ju lutem, merrni masa për të punë. Çoni ujë në Vlorë, ata janë njerëz. Ata janë human, kanë drejtën e tyre elementare të kenë ujë. Mund të ishte ky roli tjetër. Unë zgjodha të bëja të parin. Tani bëra të dytin, zgjidhi këtë doni. Ale u fjon kyleva. Vazhdo gjinish. Imagjino çfarë bën. Vazhdo gjinish. Ne po flasim se jemi në prag lufte bërthamore, Shqipëria thotë s'kemi ujë akoma. Vlorë dhe jemi në mes Vlora dhe jemi mes sezon, sapo ka filluar sezoni turistik. Lonjat e mi të shkat që i duaj shumë, do thonë, po përdorna dialektin e bukur. Sa shumë kontrast ka ku jetojmë. Atëherë Çani, pse po bëhet ndërhyrje nëse do bëhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Megjithëse Izraeli pati një superioritet. Irani tregoi, dhe kur themi superioritet nuk është në ato nivele që diskutohet nëpër mediat shqiptare, kam dëgjuar plot njerëz që thonë është e hapur hapësira e Iranit. Nuk është ashtu, se këto janë koncepte ushtarake. Hapësira është e hapur jo vetëm kur ti çon avion, por kur dhe ndalon sulmet ajrore nga i vend. Ndërkohë që s'kan mundur të ndalojnë sulmet ajrore
Irani, sepse janë dy koncepte, dy modele ndryshme. Izraeli e mbështet fuqinë e tij në aviacion, ndërsa Irani në raketa, në dron. Kështu që janë I rëshon nga toka, po. Dhe ai ka qenë i suksesshëm. Aq sa ka qenë i suksesshëm. Gjinish, ky është skenari nëse Trumpi godet sonte me GBU 57. E para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po futen në një luftë, cilën nuk do të donin për një arsye. Izraeli arriti të jetë i suksesshëm ta tërheqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se kur nuk ka qenë? Sepse nuk ja dolin këtë rast me Iranin. Irani ishte jashtë parashikimit. Asnjë se mendonte që Irani do ngrihej aq shpejt pas 16 orësh pas atij sulmi fatal ku vra gjithë leadershipi ushtarak, u bë gjitha goditje, vazhdojnë sot e kësaj dite brenda të zbuloj Irani grupe të Mossadit të rekrutuar dhe ky është problemi më i madh. Domethënë, në një farë mënyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po futen për të shpërtuar jo vetëm fytyrën e Netanyahu, por shumë më tepër se kaq. Megjithatë të qëndrojmë tek skenaret. Kush janë skenaret e Para, jo e tha mirë, skenari i goditjes ma shpjegove. Po. Bukur. Kam një pyetje parantez para se të kalojmë te skenari i mos goditjes. Qofse Trumpi për shkak për arsye që ne nuk i dim, nuk godet. Me këto. Po para se të thuam atje, i pe avionët sot në Tiranë, duke se lidhjo ka imazhet. Ka kaluar disa avion ushtarak, u bë lajm. Po. Kaluan mbi qiellin ton. Po. Dim gjithë kujt janë? Jo se kemi iden kujt janë. E tham ja 4 avion luftarak kalojnë mbi Tiranë, çfarë po ndodh? Ta nuk kuptohet, janë avion amerikan. Po nuk kanë lidhje. Janë avion të NATO-s që po zhvendosen, vinë nga kjo baza ushtarake e Avianos në Itali dhe shkojnë këtej, domethënë shkojnë në një bazë tjetër afër lidhjes mes, nuk e di se ku shkojnë, nuk e di se ku. Nuk besoj që kanë lidhje me këtë pjesë, sepse janë dy tani amerikanë. Mund të jetë rasti, jo, shiko tani. Unë isha në atë moment isha në shtëpi, dakord? Dhe isha kështu dalë në jashtë, në balkon. Dhe të betojmë që zhurma ishte brillante. Patjetër. Mua më shkoi shumë, ishte excituse, kupton? Janë luftarakë. Se fiton lufta shumë, je i çuditshëm. O, Gjinish. Se fiton lufta. Si mund të jetojmë pa luftë, Gjinish? Është vetëm ajo gjë që na mban, ore, Gjinish, vetëm ajo gjë që na mban gjallë. E vetëm ajo gjë që na mban në paqe është lufta. Imagjinoni për shkak një botë pa luftë, do ishte një cmer, do ishte një neveri, do ishte një lëtyr, do ishte një sheqere, kupton? Çdo. Kjo është vetëm gjë që na mban. Okej, do vriten sa njerëz. Demokratare, bota kështu ka qenë gjithmonë. Vazhdojmë Gjinish. Atëherë, po thonim që në rastin se Shtetet e Bashkuara nuk godasin. Nuk godasin. Pak gjasa ka ndodhur me sa duket. Atëherë çfarë është? Jo, mund ndodhi sepse thash që pak më herët bëri gjithë presion Trumpi, ka metodë Trumpi të sjellë. E ka metodë, mund të bëj dhe bluff. E çoi tarifën 185% me. Jo, të lutem na mban në korrent çto Trumpi tjetër nëse ka ndonjë gjë. Kjo mund të jetë një formë presioni për të krijuar kushte të reja për negociatat me Iranin, ku të jetë edhe pjesa e garancisë së Izraelit. Mos harro diçka tjetër tani. Trumpi ka ardhur për të bërë Amerikën e madhe, për të arritur financiarisht, dhe lufta ka kosto shumë dha, sidomos kjo luftë ka kosto shumë dha. Nuk ke vendim Këshilli i Sigurimit. Ka dhe fitime shumë më dha. Patjetër, nuk ke vendim Këshilli i Sigurimit. Ke ardhur me kartën e mbylljes luftrave, të bërjes luftrave. Trumpi ishte njeriu i cili sulmoi Huthët poshtë, por bëri marrëveshje me Huthët. Nuk e zgjati luftën. Në qoftë se do mendojmë që ta thash që nuk shkatrohen dot aftësitë nukleare të Iranit. Po nëse do mendosh që do rrëzosh sistemin e ajatollave në Iran me disa sulme ajrore, kjo është gabim. Nuk mund ndodh pa u fut kombësëria, dhe kombësëria është gjë tjetër fare dhe është larg loje, është një luftë tjetër shumë e madhe. Aq më tepër që opinioni brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani pjesën më të madhe është kundër luftës. Ju do thoni që kush pyet për të. Jo, nuk është aq e thjeshtë, sepse edhe në rastin e ndërhyrjes së Irakut është e vërtetë që Presidenti Bush e mori vendimin pa marrë në konsiderat as opinionin, as mendimin ndërkombëtar, as atë aleatëve tjerë, por edhe duke u izoluar. Megjithatë, në rastin që nuk do, ose më mirë po them në rastin që do godas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse është tjetër gjë, bëhet fjalë vetëm për të bërë disa sulme, jo për ta pushtuar Iranin. Është tjetër gjë komplet. Për momentin nuk flitet për ushtimin e Iranit, flitet për të neutralizuar industrinë nukleare që ai është gati, dhe e dyta për të hequr regjimin. Po pra, regjimin ta thash, që regjimi nuk hidhet me sulmet ajrore për të futur trupa toksore. Trupa toksore është çështje tjetër. Mos harro që çfarë pozicioni do mbaj Rusia dhe Kina. Janë dy shtete që në vitin 24 kanë marrëveshje strategjike. E kemi Putinin, shive shtot Putinin. Po pra, po kanë marrëveshje strategjike ushtarake me Iranin. E di. Dhe loja është kjo, domethënë, nëse Europa, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do futen në luftë, a do të qëndrojë konflikti vetëm në lindjen e mesme? Me gjas, dhe këtu është frika.
Prandaj janë të alarmuar që të gjithë, domethënë. Megjithëse nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë në këtë konflikt dhe zgjat, atëherë lufta del përtej hartës lindës mesme dhe ne këtu jemi përballë një lufte botërore, megjithëse në shumë tregues, shumë analistë thonë ka filluar që me pushtimin e Ukrainës. Këtë tezë që thua ti. Asu nuk e besoj këtë tezë. Unë them që do ndryrë Amerika të tjerë do zbythen. Jo, nuk nga Rusi, çfarë thotë Ledio se nuk e dëgjuam. Ik pak Ledio nga kjo se këto janë të vjetra. Ma ktheve një herë te Putini? Ma kthej që këta përkthejmë se ishe frëngjisht, lutem Ledio. E fotit kam që kishe pak më parë. O Jenish, unë nuk i besoj fare se. La Russie met en garde les USA thot contre toute assistance militaire directe a Izrael. Që do të thënë, Rusia me en garde, do me thënë, paralemron Amerikën, të gjondi Shëban, që të mos guxoj contre tout, pra, kundër çdo asistence ushtarake direkte direkte në favor të Izraelit. Po këto janë gjitha deklarata, valla. Ne nuk e dim se ç'ndodh. Ne nuk e dim që për shembull mund të ketë një marrëveshje. Ha pra. Po, mund të jetë Putini mund të marrë diçka në shkëmbim të kësaj. Ne po flasim për skenaret. Ore, Gjenisë më duhet të bëj një pauzë, tani se e kam me detyrim. Të bëj një pyetje unë. E zëm se SBA-ja Trumpi të riqet, siç bën zakonisht që bën bllov dhe vë tarifat, ngre tarifat. Jo, dhe kështu nuk mund të riqet në këtë lloj. E zëm se nuk godet. Konflikti s'është gjë tjetër. Bëj një pyetje unë. Ti mendon që kjo histori ka kthim brapa? Pra e zëm se nuk të riqet. E zëm se Irani, Izraeli i ul, më fal, të riqet nga sulmet. Të kuptova. Më fal një sekond. Çfarë fituan këtë histori? Se uraniumi aty do vazhdoj të pasurohet. Të kuptova. Po ky është gjithë problemi pra. Dhe këtë po mundohem të them. Që ne jemi ose në një presion të madh që të ulemi në negociata me kushte të reja dhe Iranit pranoj, jo vetëm të heqë dorë nga uraniumi, po edhe këto raketat balistike. Irani mund të pranojë të heqë dorë. Janë skenare. Të shohim se nëse edhe Iranit, nëse mendon që mund të rrezohet regjimi ajatollave, është i gatshëm regjimi të bëjë një marrëveshje tjetër çani. Të presi një kohë tjetër më të favorshme për të bërë një rritje tjetër ushtarake. Janë sisteme autoritare, do mendojnë radh parë për ekzistencën e vet. E di se çfarë do të ndodhi, po jemi në moment mos kthimi, them unë, mos kthimi. Edhe një herë. De no retour. Edhe një herë. Ne po marrim në konsiderat skenaret të bu. Para pak orësh, lajmi i fundit, Putini ofroi të ishte ndërmjetës konfliktit mes Iranit dhe Izraelit. Dhe refuzoi Izraeli. Përgjigjja e Trumpit. Izraeli refuzoi, Irani e pranoi. Ai në fakt thot Trumpi ofroi ndihmonte në ndërmjetësim. I thash, më bëj një nder. Trumpi është i madh, sa bukur sikur flet për këtë, çuat e lagjes. I thash, më bëj një nder, ndërmjetëso vet. Le të ndërmjetësojmë Rusinë së pari. Në rregull, le të ndërmjetësojmë Rusinë së pari. Mund të shqetësohemi për këtë më vonë. Thot Trumpi. Tani dëgjoj. Ne Gjenish do bëjmë një pauzë vogël. Po, ishte aktrim pra se në vinë mesazhe çfarë çani që unë nxefe ashtu. Ishte aktrim, e bëra edhe pjesën tjetër. Shikoni vetëm një gjë. Ishte aktrim pra. Her pas here kam dëshirë. Me gjëra fjala. Bëj një pauzë vogël, Gjenish, se kam një pyetje tjetër për ty, shumë interesante. Ndërkohë që jemi duke pritur Trumpin do gjuaj apo jo. Do të pyetja është surprizë. Po. S'ka fol asnjë deri tani për këtë gjë. Nuk është shtruar kjo si pyetje, se është pak si tabu. Do ta them pas pak. Dhe më pëlqen kur është shumë pa muzikë. Se po flasim për bombën bërthamore. E kur bie ajo s'ka asnjë zhurmë, ka pasaj e bukur është ajo kur bie pra. Ajo bie, ajo bie kështu dhe krijon një kërpudhe madhe, bie kështu. Krijon një kërpudhe. Pastaj fillon vala godixhe. Ti val, por nuk dëgjohet më asgjë. Ka sy sa bukur është kur nuk dëgjohen më ulurimat e njerëzve, kur s'ka më fare njerëz valla. Është një herë Gjenish. Është një mrekulli kur e mendon. Kupton, është një qetësi absolute. Kur mendojnë që humanët e kanë prishur të planet Gjenish. Ai shpëtimi i planetit. Apo kjo çfarë ishte? Ishte aktrim, bëra sikur apo e kisha seriozisht? Prandaj mos bëni pyetje me veten tuaj. Vetëm shijoni. Gjenish, a ka tashmë Irani bombën bërthamore? Por para se të vite ky moment Gjenish që të përgjigjesh, lajmet vazhdojmë. Lajmi fundit fare. Para 2 minutash Gjenish. Para 2 minutash. Cili është ky i fundit? Për qytetarët amerikan, Departamenti i Shtetit amerikan. Për qytetarët amerikan që kërkojnë të largohen nga Izraeli. Jemi live, ora është 22:46 minuta. Kujdes, Departamenti i Shtetit njofton. Për qytetarët amerikanë që kërkojnë të largohen nga Izraeli, regjistroni në programin e regjistrimit të udhëtarëve të mençur në step.state.gov është adresa për të marrë përditësime dhe informacione të rëndësishme
qytetarët amerikanë që kërkojnë të largohen nga Izraeli. Ne do të njoftojmë komunitetin e qytetarëve amerikanë se ka informacione shtesë për të ndarë në lidhje me opsionet e nisjes. Qytetarët amerikanë duhet regjistrohen në programin e regjistrimit të udhëtarëve të mençur, STEP, për të marrë përditësimet më të fundit. step.state.gov është lajmi më i fundit nga Departamenti i Shtetit. Lajmet fundit, Putini ofroi të ishte ndërmjetës në konfliktin midis, këtë e lexova. Lajmi tjetër, Vishegrad 24. Thot, CNN raporton se SBA evakuan sot disa anëtar të personelit të ambasadës dhe familjar nga Izraeli me një avion ushtarak amerikan. Pra, tani o të gjitha këto bëjnë në kuadrin e propagandës, gjinish, ose pastaj, në qoftë se janë vërtet, pra po ndodhin vërtet, gjitha këto që ne po themi, atëherë vlla jemi shumë afër një kataklizmoje. Ç'është kjo historia e bombës bërthamore? E ka vërtet? Një felim se më lejon. Jepi. Nëse të kujtohet çani para se Izraeli të sulmonte Iranin, presidenti Trump deklaronte nuk do të ketë sulm të Izraelit në Iran derisa ne të mbyllim diskutimet dhe negociatat. 2 orë para sulmit të Izraelit. 2 orë para sulmit, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Izrael deklaronte publikisht nuk do të ketë sulm të Iranit tani së shpejti. Pra të gjitha mundësit janë aq më shumë, presidenti Trump e ka qef edhe këtë pjesë, po themi, aktrimi, po në rastin fjalë aktrimi nga një president me një fuqi shumë madhe është pak me pasoja. Të shohim pasojat Por gjithçka është e mundur. Të shohim pasojat. Gjithçka është e mundur, po themi. Megjithatë, unë për hir vërtetës nuk e shoh, të paktën deri në këtë fundjavë mundësinë e një sulmi që mund ndodh gjatë kësaj periudhe, por fritet për sonte pra. Sonte natën. Për sonte nuk besoj fare, megjithatë. Jo, mund të jetë kështu si thua ti. Nuk po nuk do vëm bas për të se nuk e dim. Nuk kemi asnjë info. Shtetet Bashkuara të Amerikës kur fillojnë futen në luftra të tilla, nuk i bëjnë ftesë, nuk e lënë në vullnetarizëm largimin e nënshtetësve të tyre, po i kërkojnë që të largohen nga vendi i luftës. I kërkojnë që të largohen. Lajmi fundit fare. Po. Kjo pra. Jo. Rama premton ujë për bronjatët. Ishte gallat, jepi. Duke pritur bombën bërthamore, ja vlen të qeshë. Me 10 deputet mund të rini edhe pa dritore, nuk është gjë e madhe ujë, s'ka ndonjë problem të madh, hajde se bëjmë humor. Okej, të kthehemi pak, a ka Irani tash? Izraeli hakoi sinjale satelitore të Iranit. U publikuan mesazhe nga televizionet shtetërore ku i bën thirrje popullit në revolt kundër qeverisë. Në ekran u pasqyruan shkrimet regjimi ka dështuar të mbrojë fushën ajrore të Iranit. Nuk lëvizej regjim, kjo janë tentativa. Domethënë, edhe në Gaza për shembull, Izraeli njëjtën gjë po bën në një mënyrë më të shumtuar se sa ç'mund ta bënte çdo kusht tjetër, sepse po financon Ebu Shebabin, i cili është njëri i ISIS-it, i dënuar nga Hamasi me burg, sepse ishte pjesëtar i ISIS-it. Izraeli po e financon këtë, i cili ka krijuar një grup për të bërë një luftë civile, për të filluar një luftë civile brenda llojit. Ajo që duhet të them është kjo që nuk lëviz opozita iraniane, se nuk ka opozit në Iran. Do të jemi të qartë për këtë pjesë. Ka njerëz qef mbetur, por opozita politike është diçka tjetër. Revoltat janë diçka tjetër. Aq më shumë kur ndodhesh në një sulm të tillë çani, zakonisht populli mblidhet, sepse është i shokuar. Nuk është ky momenti. Megjithatë ti kthehemi pak pyetjes që kemi në ekran, a ka tashmë Irani bombën bërthamore? Është një debat shumë i madh çani. Shumë shkurt do të dalojnë në 2 periudha kohore që janë shumë të rëndësishme. Në 2003 Irani mori, ose më mirë po themi, në kontraband helikat e pasurimit të uraniumit nga kush? Nga Rusia, pjesa mbetë Rusisë. Në 2015 Irani kishte mundësi të prodhote uranium, por kishte uranium 3 deri në 4%. Komplet brenda normave normale. Çfarë ndodhi në 2018 çani? Presidenti Trump në mandatin e tij të parë u tërhoq nga marrëveshja me Iranin. Ky është momenti që fillon shkputja e Iranit dhe fillon të pasurojë uraniumin më tej. Me pak fjalë ajo që dua të them, ndoshta nuk ishte një lëvizje zgjuar prishja e marrëveshjes me Iranin, sepse do ta kishin nën kontroll. Do të kishin vetëm uranium 3, 4, diçka, por nuk flisim sot për armë bërthamore, apo jo? Sepse ishte dhe agjencia, ishte dhe ekspert. Tani unë po them që Irani në 2018 kishte rreth 400 kg uranium 3-4% të pasuruar. Sot Irani ka pas prodhuar
5 kg në muaj uranium pasuruar në 60%. Dhe 5 muajt e fundit ka prodhuar nga 50 kg në muaj të pasuruar 60%. Tani, pa u futur në detaje që i përkasin ekspertëve, një bombë bërthamore çani ka nevojë për 25 kg, po them, po, ndoshta 25 kg, po, 25 kg të uraniumit pasuruar 93%. Ndërkohë që Irani deri tani disponon uranium 60% pasuruar. Çfarë ndodh? 42 kg uranium të pasuruar në 60% mund të prodhojë një bombë bërthamore pothuajse me të njëjtën fuqi sa ç'është. Jo është gati, ka prej kohësh, jo tani, prej kohësh. Tani gjithë këto vite që Irani ka pas disponibil, me gjithë këto tensione, me gjithë këto problematika, me luftën e madhe, ju mendoni që Irani filloi luftën me këto milicit pa e ditur që mund të shkonte edhe në këtë skenar? Po sigurisht edhe ai është shtet. Është shtet që ka histori. Persët janë shtet që kanë histori, nuk është si çdo, nuk po flet me Saddam Husseinin, nuk po flet me Hizbullahun. Dhe iranianët janë shtet që bëjnë projeksione jo me 10 vjeçar. Aq më shumë një regjim teokrat siç është i ajetollave, ë? Kështu që Irani e ka. Ali e ka emrin këtu duket. Ali Khamenei. Ali Khamenei apo Khamenei? Khamenei. Khamenei si duash ti, domethënë. Irani e ka gjithë sasinë që i duhet për të prodhuar armë bërthamore. Ndoshta, edhe kjo mendjevasi, kjo arrogancë e Iranit nuk është aktrim. Irani po i nxjerr dhomët edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse ti do futesh në luftë, unë do të godas në të gjitha dominojmë jo vetëm lindjen e mesme, me pak fjalë. Ne çani me gjithë këto deklarata që janë krejtësisht asimetrike, por jo emocionale, ndoshta jemi përballë dy fakteve të mëdha. Përballë asaj që parashtroi Netanyahu në fillim të luftës së Gazës, kur filloi 7 tetori, kur doli me atë hartën e madhe për Izraelin e madhe, tha do ndryshoj hartën e gjithë lindjes mesme, por ndoshta harta e lindjes mesme mund ndryshoj jo në favor të Netanyahu, dhe jo në favor të Izraelit. Dhe ky është problemi i madh, sepse Irani nuk është si milicit. Irani, ju do thoni që pritër mirë si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pyetja thjesht është kjo. Pse nuk e bëri vetë Netanyahu Izraelin e madh? Pse nuk e ndryshoi dot vetë? Pse nuk kishte fuqi ta përballonte Iranin? Pavarësisht se deri tani ka qenë superior. Tregoj diçka, çani. Irani nuk ka futur akoma, ju thash që baza ose forca e Iranit janë raketat supersonike, hipersonike. Irani ka disa lloj raketash që akoma që i quhen arma të strategjike, me cilën edhe lideri suprem në fjalimin e tij dje dhe pardjes edhe ka filluar të flasë ditë për ditë, tha që do çudisim botën kur të futen në luftë ose në përdorim këto raketat. Këto janë raketa shumë të rrezikshme çani. Sot e përdorin. Janë disa lloje. Si ma the emër pra? Hajber është njëra. Jo Hajber, më the një emër tjetër, o burr. Ma dinisë mbazite, po unë se mbaj mend tani. Sigjil, se si e thet? Sigjil është raketa që është nis sot, që është godit sot dhe ka rënë në Tel Aviv. Këto janë raketa çani që i kanë kaluar gjithë të 5 shtresat mbrojtëse të Izraelit. Domethënë, dhe për herë të parë Irani, duke përdorur këtë raketë, ka arritur të sigjilin, domethënë, ka arritur të godas aftësitë mbrojtëse, perdet mbrojtëse, sistemet antiraketore mbrojtëse të Izraelit. Për herë të parë i ka godit. Me pak fjalë, shumë analistë mendojnë që nëse Irani do fusë në lojë këto raketa strategjike, siç i quajnë vetë, mund të ndryshojnë dhe ekuilibrat. Megjithatë, në të gjitha rastet, edhe nëse nuk ndryshojnë ekuilibrat, Izraeli nuk mund ta mund i vetëm Iranin. Dhe kjo nuk diskutohet. Ka bërë një goditje të jashtëzakonshme, ka punuar me vite të tëra, imagjino në Iran tani çani kapen për ditë grupe cilët janë rekrutuar dhe punojnë për shërbimin e Mossad dhe për Izraelin, po janë iranian ato. Nuk janë oficerë të Mossadit, janë iranian. Janë zbuluar dhe kanë dalë, unë jam parë me pamje, fabrika të vogla, po themi, cilët prodhojnë dronë brenda Iranit. Brenda Iranit. Mossadi prodhon dronë dhe godet Iranin brenda. Mos harrojmë që një pjesë e madhe e atij sulmit famshëm të ditës së parë dhe me këshumo të kësaj të thuaje të shërbimeve ushtarake. Po pra. Sepse duhet kujtojmë që ti ndoshta s'ke kohë ose ke shumë informacione. Duhet kujtojmë që deri në vitin 1979, po, ka qenë partner. Irani ka qenë partner i Izraelit. Ka shkuar mirë. Izraeli ka qenë partner i Iranit. Dhe bile e ka ndihmuar Iranin dhe ushtarakisht në shumë fusha, në shumë dimensione. Patjetër. Kjo shpjegonte prezencën e madhe të Mossadit në Iran, pra histori e vjetër, kurse ka ndodhur tani. Ka histori shumë të vjetër se kaq. Në Asfahan është komuniteti hebrej më i vjetër në gjithë lindjen e mesme, që kanë që kohën e robisë Babilonisë.
që në kohën e robisë babilonase është kontingjenti, domethënë në të gjithë gadishullin, në Iran ndodhen minoriteti më i madh hebre. Nuk ka as vendet arabe as në Egjipt, gjithandaj ka nga pak, po Irani ka pjesë më të madhe të hebrejve. Dhe jetojnë, nuk kanë pas asnjëherë probleme Iran. Megjithatë kjo është çështje tjetër. Problemi i madh është ky çani, që Irani ka një çarje të brendshme të sigurisë në mënyrë të tmerrshme dhe të tlahtashme. Ky është rrezik shumë i madh për Iranin. Është një fuqi e madhe, është një regjim i cili e kanë kontroll vendin, mos e diskuto fare këtë pjesë. Izraeli ka superioritetin teknologjik që godet pafund, edhe kibernetika është një armë shumë e madhe, nuk diskutohet. Ka forcën ajrore, por Irani mund të bëj ndryshim të ekuilibrave nëse do nxjerrë armët strategjike të cilët askush nuk e di. Sot provoj sigjilin dhe ishte korrekt. Ideja, shiko, që të jemi korrekt, Çani. Ideja që Irani hedh 700 raketa me sulme dhe vetëm 20% bien nuk është ashtu. Ajo është metoda, si thua, mënyra ushtarake se si të thyej aftësitë mbrojtëse të Izraelit. Domethënë e tengop me dron mbrojtjen e Izraelit, mbrojtjen kundërerore, mbrojtja kundërerore nga tengopja ka një moment pauze dhe ky është momenti që godasin ato pastaj. Dhe ideja që 20-25 raketave kanë rënë nuk është ndonjë çudi e madhe. Prandaj po them që problemi është që një vend me 90 milion banor dhe një vend i zhvilluar si Irani, pavarësisht regjimit që ka në fuqi etj, është shumë e vështirë që të mposhtet. Problemi këtu nuk është të mposhtet Irani. Problemi është tu si mund të goditet pjesa që mund të kërcënojë teorikisht ekzistencën e Izraelit. Ju e thash në të gjitha rastet. Dhe kjo është dhe pyetja sot dhe gjithë ajo që ne duam të dimë dhe që të gjithë që na shohin janë kurioz, çfarë do bëjnë amerikanët, sepse dihet që Irani ka mbrapa Rusinë dhe Kinën, besoj që Pakistani tentoi, po kundër amerikanët thanë kujdes se po vazhdojmë më Pakistani tentoi, po u tërroq. Nga Pakistani, jo, nuk është ashtu. Nga Pakistani, tash të gjejmë edhe pjesën tjetër të lajmeve, se lajme janë gjitha. Hajde merri vesh, jemi të mbytur me propagandë, lufta ka shumë propagandë Çani. Ne është një shtet, duam zonë për një shtet vasal amerikan. Pakistani nuk janë ashtu marrëdhëniet, ashtu siç kanë qenë dikur, sepse mos haro në përplasjen e fundit të Pakistanit me Indin, Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin krahun indian, nuk ishin shtetet e pjesë të Pakistanit. Pakistani e thyu Indin me teknologjinë kineze. Jam dakord. Dakord. Prap janë Kina dhe Rusia, pra e thamë. Po pra, dhe ky është gjithë problemi. Çështja është. Jo, do të le të vazhdosh çështja është, pasi të bëjmë një pauzë vogël se kam me detyrim. Le bëjmë një xhiro në West Side Residence që kemi në East Side, s'tash West, nuk di pse tash West. East. Lindorën.